Do të qëndrojmë tek protestat, për më shumë do të zhvillojmë një bisedë në këto momente me zotin Bledar Meti, një nga organizatorët e autokolonës me makinat e emigrantëve shqiptarë që ka mbritur posaçërisht për protestën. Zoti Meti, përshëndetje, falenderoj shumë për të lidhje të drejtë për drejtë. Mirë dita, faleminderit ju dhe mirë si u gjejt. Zoti Meti, pse keni vendosur t'i bashkoheni protestës sot në Tiranë? Atëherë, ky marshim, kjo autokolonë që ka nisur nga Londra, duke i mbledhur gjithë shqiptarët bashkë, përmes Evropës, i kishte një qëllim. Ne jemi solidarizuar me protestën, me kërkesat e tyre, me pak knatësi që ato kanë ndaj qeverisë aktuale, duke organizuar protesta në mbar botën ku shqiptarët jetojnë. Në Londër, në Gjermani, në Amerikë. Me kërkoj falje se jemi në lidhje me telefon dhe do të thënë me bashkëpusin lihen. Jeni edhe në udhtim, nuk ka problem. Edhe jemi edhe në udhtim. Pra koncepti ka qenë që tani mbasi ne kemi bashku zanin nga jashtë, nga diaspora, nga vendet përkatëse ku jetojmë, morëm këtë nis që të bashkohemi në shesh dhe të vim këtu që t'jemi edhe fizikisht pranë protestës, që t'jemi fizikisht pranë qendrestarëve tonë në shesh dhe ta ngrim nivelin e presionit ndaj qeverisë aktuale dhe t'i kërkojmë drejt për drejt Edi Ramës që të tërhiqet. Moto e jon ka qenë që nëse Edi Rama, pra nëse një kryeministër nuk e respekton një protestë të pasme, atëherë ai do ta detyrojë që kjo protestë të përshkallëzohet. Nga Britania ne kemi ardhur me një ultimatum. I kemi thënë kryeministit dhe do ja themi edhe sonte, dhe në marshimin tonë që do e bëjmë kur të hyjmë në Tiranë do jetë jep dorëheqjen deri me datën 21 qershor. Nëse nuk e jep dorëheqjen deri me datën 21 qershor, data 22 do ta gjejnë Shqipërinë në procese përshkallëzuese për të paralizuar jetën tonë që ta detyrojmë të kryeministët të jap dorëheqjen. Kur ai erdhi nga diaspora, na erdhi si një njeri modern, na erdhi si një njeri liberal, por ai tash me pushteti atë njeri e ka kthyer në një autokrat, në një autoritar. Respektoj shqiptarët të dhënë ty luksin, të dhënë 4 mandate, për 4 mandate, se në 2013 ai doli me thirrjen e tij që kush nuk e bën Shqipërinë për 4 vjet se bën kur. 4 mandate të dhanë shqiptarët. Dhe ja ku jemi sot nuk e ke bën Shqipërinë. Pile ka krijuar një zemrim anë mban, nga Shqipëria deri në diasporë. Kur unë hodha nismen për të organizuar marshimin nga Londra, nuk e imagjinoja dhe me thënë numri i personave që do i bashkoheshin kësaj nisme, që besoja që janë komplet dhe me thënë ka një neglizhencë politike dhe mbase një neglizhencë dhe në relacion me farë dhe vendit. Por angazhimi tyre dhe zemrimi që gjitha ato shprehnin për të rrëzuar qeverinë aktuale dhe për t'i thënë Edi Ramës ishte gjithëpërfshirës, ishte madhështor sepse të gjithë janë përgjigjur protestës në një mënyrë ose tjetër pozitivisht. Duke qenë se ju përmendët numrin e personave, me aq sa ju keni dieni, sa është numri i emigrantëve të cilët kanë ardhur sot dhe përveç Londrës që ju e përmendët, nga cilat shtete të tjera vijnë ata? Atëherë, ka marshuar në Londër, atje ku është tempulli i demokracisë, ku ka traditë shekullore demokracia, kemi marrë shqiptarë të Francës kur kemi dalë në Francë, të Belgjikës në qytetin e Bunit, të gjithë Gjermanisë në jug të Gjermanisë Passau, të Austrisë në Graz, dhe kemi pritur vëllezërit tanë që jetojnë në Itali në një qytet në Zadar, të cilët janë përbashkuar autokolonës. Numri besoj që mund të jetë diku te 700-800.000 persona që janë në këtë marshim, por ka dhe të tjerë që sepse na njoftuan nga dheu që do ju mbaj në kufi. Dhe ne përdorëm një strategji përpoqshme që ta ndajmë protestën, pra autokolonin në 3 pjesë. Një pjesë të hynin nga Malizi përmes Hanit Hodit, një pjesë të hynin nga Malizi në Maurican dhe një pjesë të rrotonin nga Serbia me dalë në Kosovë. Dhe ne akoma nuk jemi bashkuar të gjithë grupi që kemi qenë në Zadar të Kroacisë. Por destinacioni jon është Tirana, është sheshi ku do mlidhemi sonte dhe atje do përbashkohemi dhe do jemi përka pjesës tjetër qendrështarëve që ka 20 ditë që janë shesh.
Okej, përpara se të kaloj tek pyetja e radhës, duke qenë se ju thatë pra që e keni ndarë në 3 pjesë autokolonën për shkak se mund t'ju ndaloni në kufi, keni pasur probleme me realisht apo keni hyrë lirshëm, nuk keni pasur asnjë lloj problemi? Ne ishim shumë skeptik, nuk besonin dhe me thanë që do e kalojmë pa probleme, por në fakt e kalunën dhe ju jemi shumë mirë njohës policisë së shtetit. Në të gjitha pikat që kemi hyrë kanë qenë shumë profesional, pra janë sjellur profesionalisht shumë mirë me ne, na kanë mirëpritur dhe na kanë si asnjëherë tjetër na kanë dhënë një njësi shumë pozitive, duke na mirëse ardhur në atë. Zoti Meti, a ka qenë i vështirë organizimi i këtij udhëtimi? Duke qenë se kërkesa që në fillim ishte të përbashkohemi pa ngjyrime politike, të gjithë shqiptarët e diasporës janë përgjigjur në mënyrën më spektakulare pozitivisht. Dhe kjo është domethënë motivi. Sot ne nuk jemi as të një force politike dhe as kemi ngjyrose politike. Jemi gjithë domethënë për gjyrat kuqezi, jemi për Shqipëri, për procese demokratike, për të demokratizuar dhënë, për të realizuar këto procese demokratike. Çfarë ne e lanë mes në vitin 1991 të ndihmojmë dhe të japim për krahjen tonë që të realizojmë këto procese pikërisht në vitin 2026. Fillimisht ju si pat këto protesta që filluan të zhvilloheshin në Tiranë por edhe në mbar Shqipërinë dhe cilat janë kërkesat tuaja kryesore? Ishte kriju, domethënë, një lloj perceptimit që shqiptarët janë dorëzuar para autokratit, autoritarit e Tirana. Edhe ishte pothuajse e dhimbshme. Unë prej 4 viteve punoj tek City of London Solicitors, ku asistoj klientë në çështje emigracionit dhe kryesisht shumë shqiptar. Dhe me jep të njësinë sikur shqiptarët janë dorëzuar, po emigrojnë, po largohen, po shpopullohet vendi dhe askush po ngrihet. Dhe kur protestat filluan, kur studentat, qytetarët shqiptar, shtresa mesme, të gjithë grup moshat, kategoritë të ndryshme, profesionistë dhe jo profesionistë, kur filluan të dalin në shesh, sikur filloi të nxjizë shpresa se në Shqipëri ka akoma qytetarë të dej, qytetarë që janë gjendje me i marrë në dorë fatet e kombit, që janë në dorë për me asistu, për me realizu proceset demokratike. Kërkesat tona ne e kemi bërë të qarta që nga Londra. Dhe duke parë kërkesat që ndërtarët në shesh kishin, ne kemi marrë tagrin që të dalim dhe politikisht, që ta ndihmojmë protesten, që të marrin orientim dhe objektiva të qarta politike. Kërkesa parë e Brgatës nga Londra dhe nga diaspora në përgjithësi është: 1. Dorëheqje qeverisë pa kushte. 2. Krijimi një qeverie teknike e cila do mandatohet për ta drejturat dhënë në 12 muaj të ardhshme. 3. Qeveria teknike të garantojë dhe të sigurojë. Mund ta rrotulloni edhe një herë figurën nëse mundeni. Po? Po, jemi në rregull. Është okay? Okej. Pastaj, qeveria teknike që do e drejtojë vendin për 12 muaj të mandatohet që të sigurojë dhe të garantojë: 1. Ndryshimin e kodit elektoral nga kod proporcional rajonal në kod proporcional kombëtar, që vota shqiptarëve të bëhet e barazbleshme dhe demokracia të jetë sa më efikase dhe sa më eficiente, sepse e dim se si e kanë përçuar procesin zgjedhor në këtë kod proporcional rajonal. 2. Me falë, se të s'ka problem. E rëndësishme është komunikimi dhe ajo çfarë ju do të thoni. Absolut. 2. T'i kërkohet domethënë që të hyjmë në zgjedhje me lista të hapura dhe të mos çojmë në parlament shërbëtor të njerëzve të partisë, po të çojmë njerëz me principe dhe me moral, që kur të votohen në parlament ligjet që munden me qenë në dëm të shoqërisë, në dëm të aveut, këto deputet që janë me principe dhe moral, që janë zgjedhur nga populli për të shërbyer popullit dhe jo njerëzve të partisë, të jenë zgjedhur si të ngrejnë kartonin e kush dhe të thënë jo ligjeve që mund me qenë dëm të kombit, në dëm shoqërisë, në dëm të aveut. Ta kthejmë parlamentin parlamentarish në parlament funksional. 3. Qeveria teknike të mandatohet që të sigurojnë zgjedhje me sistem elektronik, si vëllezërit tonë në Kosovë, që mos përjetojmë më partizan
apo për krahas partish që i vjedhin votat, që e deformojnë votin, por duke i numëruar, votat për partitë respektive, dhe kemi parë në 36 vite se si masakrohen zgjedhjet. Pra numërohen me sistem elektronik, ku votat, ku rezultatet na dalin që para 5 natët dhe ka një sistem transparent. 4, më fal, të depolitizohet në mënyrë të mirëfillt administrata. Para se të punoj tek City of London Solicitors, unë gjithashtu kam punu 15 vite në departamente qeveritare britanike, në departament punës dhe pensioneve dhe Ministrisë të Brendshme Home Office. Unë e kam përjetuar vetë që administrata nuk përfshihet në zgjedhje. Dhe madje ka një periudhë heshtje që atje quhet purda, që për në 2 muajt e fundit, duke ardhur data zgjedhjeve, ne nuk marrim urdhra nga qeveria dhe kjo duhet ndodhë në Shqipëri, të depolitizohet në mënyrë të mirëfillt administrata. Dhe kjo qeveri teknike të bëjë një auditim të administratës, sepse ekspertët thojnë që në 200.000 nënpunës të administratës, 80.000 janë patronazhistë, të cilët marrin rrogën kot vetëm për të shërbyer partisë pushtet për të deformuar zgjedhjet. Dhe këto individ munden me shku në sektorin privat dhe këto lekë që kursehen, pra këto para që kursehen të investohen në spitale, në shtësi, në arsim, në infrastrukturë, etj. Dhe e katërta dhe e fundit fare, më fal, është që të kthejmë edhe herë mekanizmat e referendumeve, se nëse nesër na vjen pushtet një kryeministër tjetër, si Edi Rama, që na erdhi si tolerant, si liberal, si modern, dhe na kthehen në autoritar dhe tenton me marrë terren mbi drejtë e shoqërisë shqiptare me anë të mekanizmat të referendumeve, ne t'ja ngrim nga tonikus dhe t'i themi ndalu beg se ka hanek. Kjo është arsyeja, këto janë edhe kërkesat e drejtë për drejta që diaspora i sjell dhe i drejtohet politikisht. Ne i kërkojmë Edi Ramës që deri me datën 21 të jap ndërheqjen. Përndryshe data 22 do shikojmë për shkallim të protestave deri në parësim të jetës së vendit. Ndërkohë, do t'ju mbaj edhe pak pasi kam edhe disa pyetje të rëndësishme për t'ju bërë në vijim. Kryeministri Rama edhe sot foli për protestat dhe tha se ato kanë pasur jehon për shkak se nxiten nga kundërshtarët dhe armiqt e presidentit Trump. Ju si e komentoni këto deklaratë? Atëherë, ajo është një gjendje të vështirë. Në anglisht kemi një term që thonë he is the dead man walking. Ai është njëri i vdekur që veç po ec, edhe po ec për energji. Në asnjë mënyrë, kjo është protesta shqiptarëve. Ne si kemi ardhur nga diaspora, kemi ardhur në mënyrë absolute, në mënyrë sterile, pa ndryrime politike, dhe besoj arsyeja pse kemi ardhur në këtë mënyrë, sepse tillë është edhe protesta në shesh. Është pa ndryrime politike, sepse kërkon me çdo kusht procese demokratike dhe të japim fund tranzicionit. Jemi i vetmi vend në Europën lindore dhe jugore që kemi dal nga postkomunizmi dhe akoma jemi në tranzicion. Jemi në tranzicion, sepse paria 36 viteve i ka hyrë në hak llogaridhënies dhe demokracisë si proces. Andaj, ai duhet të hap rrugën për procese demokratike, për shqiptarët, për veten e tij, për familjen e tij, për kombin, sepse ai do ikë ditë nga pushteti, por do viti për tjetër me këtë sistem aktual, autokrat. Kur çdo që do vinë kryeministër nesër, do na sillet Edi Rama. Ne kemi nevojë për një Shqipëri normale, një Shqipëri demokratike, një Shqipëri me procese të plota demokratike që demokratizojnë jetën e vendit. Që shqiptarët mos ikën. Se do ta jap edhe një krahasim. Shqiptarët e diasporës nga do që kanë ardhur janë të integruar, janë të mirë emancipuar, janë me profesione të ndryshme, kanë kapur garën aty ku kanë shku, nuk kanë ditur gjuhën e vendeve respektive, nuk kanë pasur njohuri, por e kanë kapur garën, kanë hyrë garë me anë të meritokracisë, kanë hesur përpara dhe kanë begatuar jetën e vet dhe familjeve tyre. Në Shqipëri nuk ka garë. Këto e kanë majt jetën peng. Ndaj vendi ka nevojë të hapet, ka nevojë të demokratizohet, se shqiptarët janë shumë të aftë për ta bërë Shqipërinë siç po bëjnë botën, por vetë paria politike duhet të pranojë, të dërhiqet dhe të lejojë në mënyrë të mirëfillt procese demokratike që të kemi një Shqipëri demokratike si shtetet e tjera, siç i ka hije edhe kombit tonë. Zoti Meti, a jeni ju kundër projektit në Zvërnec apo jeni kundër projektit të Kushner? Ne në mënyrë absolute nuk jemi kundër zhvillimit të ADH-ut, projekteve ndërkombëtare absolutisht
është për në vendet ne ku jetojmë, ne shikojmë individ nga shtetet e ndryshme që vinë dhe investojnë në Britani dhe është krejt perfekt. Ajo çfarë nuk është perfekt? Është mungesa e transparencës, sepse në mënyrë të jashtëzakonshme Edi Rama dhe qeveria e tij kanë qenë jo transparent në proceset dhe në zbatimet e ligjit për zhvillimin strategjik apo edhe investimet e huaja. Pra nuk kemi në absolute kundër investimet e huaja, por duhet të ketë transparencë. Ndërkaq, kryeministri Rama deklaroi gjithashtu sot se është i gatshëm të ulet në bisedime me protestuesit. A jeni dakord që të ketë një tryezë negocimi? Edi Rama është një ndër intrigantet më të mëdhenj që ka prodhuar politika shqiptare në këto 36 vite. Në mënyrë absolute nuk qytetarët në shesh dhe pjesa e grupit, do të thënë, aty në atë shesh nuk janë të përgatitur për të negociuar me Edi Ramën. Ai ka me shumë dëshpërim, ai është i dëshpëruar që të negociojnë me protestuesit, por protestuesit nuk kanë asnjë dëshirë të negociojnë me të. Si rezultat i intrigave që ai është i përgatitur që të përdor. Edi Ramës duhet të hiqet komplet durt nga pushteti, duhet të hiqen durt nga gjitha mekanizmat që drejtojnë shtetin shqiptar dhe duhet të largohet. Duhet t'ja lënë qeverisë teknike që të adoptojnë dhe të realizojnë proceset demokratike, të shkojnë në zgjedhje të lira. Ai është i lirë që ta riorganizojë edhe ta riformatoj Partinë Socialiste, nëse duhet heq do jeti pari, apo nëse do hap garën Partinë Socialiste, se çfarë bën ai brenda forcës së politike është problemi i tij, por nuk ka asnjë negocim me Edi Ramën, ai duhet të ndërhiqet. Ti erdhe Morzotni si tolerant, si modern ka Parisi, si një ri liberal dhe shiko vetin se si e përçudnuar në një autokrat dhe ju nxjan më shumë liderëve të vendeve të Europës lindore ose pra të Rusisë apo të Bielorusisë, sepse atje duhet ta çoj, ta krahasoj me Lukashenkon. Shikoje vetin se si e përçudnuar, shikoje vetin në çfarë individit i kthy. Pra erdhe si liberal dhe na u ktheve në autoritar. Na i bëri ndër vetes, largoju sa nuk është vonë. Dhe kjo është kërkesa, deri me datën 21 qershor, bëj një gest largoju nga politika, hapi rrugë proceseve demokratike. Kjo është kërkesa që ka protesta, diaspora dhe qendrëstarët në shesh. Edhe një pyetje të fundit përpara se ta përmbyllim bisedën tonë, sa ditë do të qëndroni në Tiranë dhe a mendoni se protesta duhet të vijojë të mbetet paqësore apo duhet të përshkallëzohet, sikurse ju e thatë edhe më herët gjatë bisedës sonë? Ne nga Britania e nga krejt diaspora kemi sjell një banderol me cilin ne do marshojmë në shesh sot, që thot ai lider që nuk respekton protestat paqësore do t'i detyrojë ato të përshkallëzohen në protestat të dhunshme. Është shprehja e Kennedyt. Me atë shprehje ne do hyjmë në Tiranë sot. Edi Ramës, siç e thash përpara, ai duhet, domethënë, me patjetër të largohet dhe t'i hap rrugë proceseve demokratike. Përndryshe, ne do jemi këtu në shesh deri ta detyrojmë që Shqipëria të hyjë në procesin demokratik. Jeni konsultuar edhe me organizatorët në Tiranë, keni rënë dakord që ato mund të precipitojnë pra mos të jenë më paqësore? Absolutisht, unë kam qenë kontakt vazhdueshëm me grupe të ndryshme, me fragmente, domethënë, që po menaxhojnë dhe drejtojnë protestin. Është dakordsuar që t'i japim kohë deri të dilen dhe pastaj nëse ai nuk ndërhiqet, atëherë do filloj proceset përshkallëzuese për protesta që mundin me paralizu jetën e vend që ta detyrojnë. Ne nga Britania i kemi bërë një kërkesë diasporës. I kemi bërë një kërkesë administratës. Ju lutem për hatër fëmijëve tuaj, se kanë emigruar dhe fëmijët tuaj. Jeni edhe ju subjekt i këtij tranzicioni 36 vjeçar. Bashkoheni me protesten, që ditën e hanë refuzoni mu kthimi në administrat, refuzoni mu kthimi në zyrat e shtetit, refuzoni të jeni pjesë e farsës të autokratit të Edi Ramës, ta paralizojmë jetën shoqërore në vend deri ta dorëzojmë dhe ta detyrojmë Edi Ramën që të hap rrugë dhe të hap rrugë proceseve demokratike. Zoti Meti, unë të falenderoj shumë për këtë komunikim të drejt për drejt dhe gjithashtu për kohën tuaj.
Edhe unë ju falenderoj ju që na vat mundësinë ta sjellim zanin tonë këtu dhe të pasqyroni protestën e diasporës që po marshon në shesh për t'ju bashkuar protestës së madhe që ndërtarëve për 20 ditë në shesh. Në fakt, e kemi për detyrë që të përcjellim çdo zë. Faleminderit edhe një herë.